Atëherë të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, sot jemi mbledhur për të shprehur mirënjohjen institucionale të Republikës së Kosovës ndaj një personaliteti të shquar të sportit dhe jetës publike ndërkombëtare, i cili me vizion, përkushtim dhe integritet ka dhënë një kontribut të shmuar edhe për shtetin tonë. Zoti Hasan Arat ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbështetjen e sportit ndërkombëtar dhe në veçanti me përkrahjen e vazhdueshme të Republikës së Kosovës. Kjo përfshirje dhe ky angazhim kanë kulmuar me kontributin e tij vendimtar në procesin e kandidaturës së Kosovës për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030, një moment historik për shtetin tonë dhe për sportin kosovar. Prandaj në bazë të kompetencave të mia kushtetuese, si presidente e Republikës së Kosovës, kam vendosur që zotit Hasan Arat ta dekoroj me medaljen presidenciale të meritave, një nga dekoratat më të larta të Republikës së Kosovës për personalitetet me kontribut të shquar. Medalja presidenciale i japet zotit Arat me këtë motivacion për kontributin e jashtëzakonshëm në zhvillimin dhe promovimin ndërkombëtar të sportit kosovar, për mbështetjen e vazhdueshme dhe konkrete ndaj Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj sportive, veçanërisht në procesin e kandidaturës për organizimin e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. I nderuar zoti Arat, ju lutem ta pranoni medaljen presidenciale të meritave, si shaj nderimin dhe mirënjohje të thellë nga populli i Kosovës dhe institucionet e saj për kontributin tuaj të shmuar dhe mbështetjen e palëfundur ndaj sportit kosovar dhe aspiratave tona ndërkombëtare. It is a great pleasure to award you this presidential medal on behalf of the people and the institutions of Kosovo as a sign of gratitude for everything that you have done to support the Republic of Kosovo and the sports in our country. Your Excellency, President of the Republic of Kosovo, it's a great honor for me to have this honor for my country, for my family, and for myself. And I would like to thank you so much for your warm hospitality, and also I want to congratulate you for your achievement to get the Mediterranean Games 2030 for Pristina. And we will always be supporting this event, and it will be a great legacy for the people of Kosovo, and you will be proud of it. And good luck, Madam President, and the whole country of Kosovo. And thank you also for Kosovo people and to you for having this honor for